Porto, pastaj që i ke qit. Ke qenë edhe në Barcelona, po? Po. Sa ke qëndru atje? 5 vjet. Qysh ka kalu si eksperiencë? Shumë mirë, këna pas dhe lujë me ekipe angleze, amerikane, edhe jena kënaq atje, jo veç të lujt, po edhe me shok. Dhe qysh ka shku kështu se Spanja dina që nuk është që një Kosovën, ajo kanë prit mira, po qysh kanë qenë, ashtu ta ju ka ra me dalë, me bisedu me ata? Po na ka ra me dalë, jënë konë shumë ekipe aty, edhe na kanë prit shumë mirë. Edhe shumë mirë kena kalu atje, me shokët, me lojra edhe me gjitha. A je konë të Camp Nou, se sigur nuk duhet me konë nëse konë Barcelonë. Qysh ka shku, qysh të ka do kësi eksperiencë? Mirë jena konë edhe të ajo shqyturja Barcelonës, jem kënaq. A je kështu mbështet si Barcelonës ajo? Jo, mbështet i Barcelonës nuk jem i Real Madridit. Edhe Ronaldo të pëlqej ka, sepse ka ndru tash ekipe. Po s'po pajtosh me Anuar, se unë për ujtë jam ka Barcelona, po mirë nuk po flasë. Kështu, qysh ka qenë Anuara, ke taku mes tjera atje, me ekipe tjera, ke bo shoqëri atje? Po, jënë konë kena full me ekipe tjera, se ju konë shamëll e Barcelonës, Spanjollit, dhe ekipe të tjera, të shtiteve të ndryshme. Po, a e kanë ditë, kur ke besedu për Kosovën, edhe ke të regu që je prej Kosovës, a e kanë ditë ku i vjen, se shpesh është problematike kjo çështje? Nuk e kanë ditë bash mirë, amo ja kom të regu ma shumë, që ku e Kosova, cilin ven është. Po, dhe atë ka ra me u taku me ndonjë futbolist, kështu, pe këtyre? Jo, veç e kom, ja, së më ka ra me u taku me ndonjë futbolist. Dhe cili shkon momenti ma i veçantë, po thëmë, i vizitës që ke pas në Barcelonë, që diçka që të ka me të menë kështu gjatë? Camp Nou. Camp Nou, atmosfera atje. A ju ka ra me lujtë ndeshje atje, apo veç kënë qenë me vizitu? Jo, veç këna qenë me vizitu dhe në muzeje, Barcelonës, këna po dhe të upatartë të lojtarëve të Barcelonës, tjerë në rejsa, tjerë. Dhe para se me